Përshëndetje mi së dashur. Shkojnë me videon Haxhi Abdyli. Haxhi Abdyli sepse pash pram në një debat televiziv ku e kritikoj ke Albin Kurtin. Pse se ka votu, pse se ka qitem në Vjosa Osmanit. Mirë, Abdyl, me gjithë respektin që kom për ty, unë dhe gjithë populli i Kosovës, kemi shumë respekt për ty. Por që tu nuk po më pëlqen, sepse s'pe fol realitetin. E ti nuk bon me hu vete autoritetin, Haxhi Abdyli, sepse nuk ja vlen, pra kjo është, unë falë, kjo është ajo që ti e bon, ato që e thua, bravo të koftë. Amo nuk je ka fol realitetin. Pse? Sepse ti vetëm po thua për Albin Kurtin që pse se ka dhirë amnesone për presidente. Edhe ju ke lutë që mos me qitë Glau Konjusën. Edhe Glauku është shumë i mirë, edhe ti japi votën, amo për hatët, pika shkurta për thonë mitë, që lëshojnë video, do të me qitë Vjosa Osmanin. Unë po të bëjë ty një pyetje, Haxhi Abdyli. Që ta ka zohë kur gjësë qëka ka bua jo? Që se ka propozu për emën si presidente. Ti e di normal, ti dësh me ditë shumë mirë arsyën pse. Haxhi Abdyli nësë në ty të thomë, ti e kalun bëgjës me Evropën, që ka ta marrëmerja? Kur ti e din që ti si e të lu bëgjës, po ti e ka punu për vend tonën. Sepse as Evropa, as Amerika nuk menon për vendin tonë si kur kryeministri. Apo presidentja, kur është si njeri. Ti s'pona të regon arsyën pse. Jo veç me thonë Albin Kurti parë zoti, jo parë zoti, po të lutem, ama ti dësh me kallëzu dhe arsyën pse. Po me gjithat miq, nuk po du me diskutu shumë, me gjatë vitës e diskutojnë zbashkë, po të ngëmën vitë një lutëm. Atëre kam lutë, po më thonë, kryeministër, po të lutëm për herë të fundit. Mos e kandidat Glau Konjusë sot. Po të lutëm. Jo pse nuk e meriton Glau Konjusa. Jo pse s'është një president i dinj për Kosovën. Edhe jo pse unë nuk ja votën Glau Konjusa, edhe do t'ja ja, sepse edhe Glau Konjusa është një njeri shumë i mirë aty që. Okej. Por të lutëm, që t'il propozojë Vjosa Osmanin. Propozojë Vjosa Osmanin për hijet, për krajës të qytetarë. Po tash ti po thuhet jap edhe votën edhe Glau Konjusës, po në këtë aspektis për jap, se ti po thu që të Vjosën. Njo. E dyta, Haxhi Abdyli, nuk mund me qitë Albin Kurti një tradhtare që ka tradhtu shtetin e Kosovës. Sepse kjo është tradhti që ka bo njerëka e Kosovës. Për fat keq. Sepse hypi presidente edhe ja nisi me fluturu. Kujtote që ajo është mbi gjithë. E shkeli Albin Kurtin, e shkeli Kosovën, u bo mik me Edi Ramën, ja nisi në bashkëpunim me shkijet, bisedime, pa ditë Albin Kurti, kur gjë. U duft me ardhë spirali që ka me jo Zoja e Harovanën, u duft me ardhë për Shqipërisë, takim me Albin Kurti, me kryeministrin, edhe mi tregu, rrujë se Edi Rama me Vjosën për ta bojnë gropen mrapa. Por me vërtetu këto, si u këthy në Shqipëri, e shkarkun. Me çfarë pretesti pithu ti, Albin të lutna që të Vjosa Osmanin për presidente. Tregon atë lutë, me çfarë ideje, me çfarë protesti. Sepse këtu s'ka mo. I thot kryeministrit i pulun bëgjës me Evropën. Shkon bon bisedime tinza Albin Kurtit. Shkon bisedon në Tiranë, tinza Albin Kurtit. Ku është më këtu ajo besimi? Haxhi Abdyli, të lutem, për këtë arsye po thom, bono burr, mos e hub veten, mos e hub autoritetin ton që e ki në Kosovë, të popullit të Kosovës, se nuk o mirë. Pra jo, ajo është e drejtë e jote, se cilët, amo unë të kisha lut për çit respekt që kam për ty, mos e hub autoritetin.
Sepse në atë moment që ti e përkrah jo sa asmonin, ti përkrah një farë lloj mënyre krimin. Se ai ka bu krim. Me tradhu kryeministrin, ai është tradhi. Mazi se krim. Unë besoj që këto adinë të shumë mirë. Shkojnë amiq? Lexoj komente, lexoj thirrjet e njerëzve. Dhe për shkak të punës së saj enorme që ka bënë në unë vjen keq Vasi Avdil, po thirrjet e komentet janë konë për herën e parë, që edhe unë im konë vetë, unë nuk po video vetë. E kena pranu si presidente, e kena qujtë Bretresh, e kena qujtë nona Kosovëse, tëna i kena thonë të mira. Tëna fjallët e mira që ekzistojnë për ta jena mënu me bo. Por ajo na kthej shkelmat. Hypi shumë nalt. Sepse na ngritëm. Populli edhe Albin Kurti. Nuk bën njëri po çfarë thënë plesht Haxhi Avdili, as nuk bën më gëzu për stepri, as nuk bën më gëzu për stepri. Kjo gëzu për stepri. Ja nisë me fluturu. E s'bën ashtu. Me thonë, unë jem këtu dhe pikë. Jo, ka dalë, se ka kushin njëri zginë ato. Por njerë, njëtë historisë të Kosovës u bonën dy që ishtë duhet. Presidentja, kryeministri, presidentja prej Dimbes. Për hetë parë. Në skenën ndërkombëtare në përfaqësimin e Kosovës. Sepse edhe po mos u zgjidh, edhe po të mos zgjidhet, prapë na jemi bashkë, jemi fitus. Po në kate, me qita me saj, ajo du më zgjidh, s'ka. Ajo, Glauku. Por, ti po thu që ka punu mirë, o shumë e vërtet. Dhe në atë moment që ka punu mirë, për këtë arsye dhe kena thonë, Bretreshe, none, tona fjallët ma të mira, ma të tomna, ja kena qitë në trup të sajna. Pajtohëm plesish me ty. Amo jemë në tratu. Jemë po mik me i Ramën. Jemë shku me fol me Serbin. Pa dit Albini sen. Të lutëm. Të lutëm Haxhi Avdili. Unë e di që ti bon për votë për sene, amo në kom mirë se u vete autoritetin. Se këto vota nuk dhvinë kur gjo. Se je ka spegazër realitetin. S'po du me thonë me fjallë tjetër, po se kom shumë respekt, po nuk je ka thu realitetin. Veçëm këtë aspekt kojtën. Pse ti ke pasë që me dalë ajo, amo, unë nuk kom që me dalë një person që kur ajo, asë unë asë populli Kosovës, së unë jem populli Kosovës, që nga të rathon. Shkojna me që dhe pak? Nuk e dëgjoj këto. Nuk e dëgjoj sepse ai do të thonë jam i budall na shka. E ti nuk mendon jo sa Osmani që po ta përkrah Donald Trumpi, që ja çon letën ai thot po E çka? Çka Haxhi Avdili? Ka njerë do të mi thonë dhe Amerikës jo. Njo. E dyta, ku pe dimna qaj ka premtu Donald Trumpit. Sepse LDK-ja, që kjo është, kjo vjen për LDK-s. Që njëherë shkojnë shpit bardhja dhe ujmonin. A kështu ajo? Kush e di çka i ka fol kjo? Çka i ka garantuar atina? Na bje keq? Po kur të fol njeri ma shpine, e nuk din kur gjë kryeministri, ku e di kryeministri çka ka bo? Çka ka premtu? Lutem. Është nuk bën me thonë gjithë po, se vetë ja u pa autoritetin. Du me konë burë, me thonë jo, këtu, sikur Rugova. Rugova se ka thonë gjithmonë jo Amerikës, po. Kanë këtu jo, kjo sa mirë për popullin tem. U kri puna. Po jemë e bo gjithë vegel burë. Shkojnë amiq. përkroj. Ajo po del po thot, më ka përkrah ambasadë amerikane dhe angleze dhe dolen e refuzu. Ma mos bëjmë hajgare. Çardhje me këtë çardhje dhe shumë. Amo ti shumë mirë po thuhet po folesh për to. Po s'pe ka zonë realitetin o burr. Trego pse i ka bu këto tradhti.
tradhtia në Amerikë, tradhtia me Tiranën, tradhtia me Serbinë. Për çka? Arsyeja. Edhe kriminalistët kishë thonë përgjigje. Haxhi Abdyli, lutem. Informon me takimet, me qytetarë, me pacienta, me njerëz, janë shumë të dëshpëruar. Janë shumë të dëshpëruar. Këtu e ka li vot, po e ki kot Haxhi Abdyli, më shumë keq, e ki kot, se ka po popullë. Hinë këqëri tone videot, hinë këqëri SMS-a tone, shkrimet, edhe i shef. Jo, të lutem, Haxhi Abdyli, propaganda Haxhi Abdyli më shumë keq, po nuk të lona me bo. Po folim me keqardhje, të respektoj shumë, prapë po thom, asë nuk njoh, po rrethona qartut që të respektoj për stepre, në bazë familjes, kështu që, në bazë familjes tam që të njohin, edhe për këtë arsye, jam i butë në kemë egrë, sepse nuk e meriton me konë, kështu se je ka shpiv, me keqardhje po foli, si je ka thu realitetin. Trego, pse shkoj Vjosa Osmani në Amerikë. Qka foli Vjosa Osmani në Amerikë? Pse u taku Vjosa Osmani me Serbin në Amerikë? Për çfarë arsye? Si u bu mik me Edi Ramën? Tregoja popullit që to, tani dilë kërko votin ndërum. Mi që dashër, kjo ishte video. Kurse ka bo like, faqen Allah, nej like, nej share, nej comment, ja dishëm për farmerës, ju e si kështë të kurgjë, mu një mëni shumë. Shë që Zotë i rujt, mire pasho vite radhës. Respekt miq.